mesin e muslimanve. Dhe ato të cilët ishin të sinqert nuk flishin, por metën të shtambur. Dhe Zoti tune e sprovoi familjen e Muhamedit a.s. me këtë rast. E sprovoi Muhamedin a.s. i cili ishte i dërguari i Allahut, dhe e sprovoi gruën e tij të sinqert dhe të pastër Hazreti Aisha. Ku Hazreti Aisha prej mërzijes dhe akuzës e cila ju bën, u smua dhe qëndroi në shtëpinë e babës vet një muaj ditë, u vanua kjo akuzë duke u sjell anën mbar Medinës. Derisa pas një muajsh zbritën këto ajete kuranore për ta pastruar Hazreti Aisha.